Por, sipas trendit, duket se votat me kusht i përgjigjen shumë votimit real që ka ndodhur në Republikën e Kosovës, ndoshta po janë 43% lëvizjave të ndosura, aty varion, 18% PDK edhe LDK 13%. Pra është parafërsisht e parafërsisht ai numër që ka qenë dhe është vote brendshme. Por tani varet se si dhe në çfarë situatë ndodhen dy parti tjera, sepse unë konsideroj që Aleanca për Ardhëninë e Kosovës nuk mund të humbë një kandidat tani, por a mund të ketë lëvizje brenda 3 subjekteve më të mëdha politike në vend, nuk e di, sepse duhet pas shifrat dhe kërkon një kalkulim më të gjerë. Megjithatë, unë mendoj që ky rezultat po konfirmon fitoren e vetëvendosjes për herë të tretë brenda një viti e gjys në këta numra, dhe kjo duhet të jetë një breng për partitë tjera politike opozitare. Ndërsa rezultati ka qenë thellë, nëse marrim shkoqur të votës së mërgatës, duhet të jetë alarm për subjektet tjera politike, sepse keni parasysh 72% janë numra të jashtëzakonshëm. Dhe kur marrim për bazë që diaspora ka votuar ndoshta vetëm në 20-30% e trupës elektorale që përbën për jashtë, sepse kemi pas krejt 100-120.000 vota. Po të kemi 300.000, 400.000 vota që vinë nga diaspora, e potenciali është, sepse janë ata njerëz të Kosovës që jetojnë jashtë, do të ketë një situatë jashtëzakonisht të rënduar politike për opozitën, nëse këta nuk ndërmarrin hapa ndryshe për ta bindur mërgatën tonë që të kthej votën në kuti të votimit të votojë edhe për. Mase opozita duhet punoj edhe në drejtimin për ta kthyer votën edhe brenda tek votuesi i Kosovës, jo vetëm tek diasporës, sepse ka disa pra zgjedhje radhazi që kam parafërsisht njëjtin rezultat. Po kur e përmenda faktin që këtu janë zgjedhjet e treta brenda një viti e gjys që son fiasko politike zgjedhore opozita, e kisha fjalën pikërisht të situata që duhet ta vlerësojnë ata vetë. Çfarë po e bën që të mos kenë rritje në tri parë zgjedhje dhe të kenë humbje të këtill të thellë. Pra duhet ndryshuar qasja e të bërit politike, të bërit opozitarizëm. Një për problemeve që unë kam identifiku ka gjakoma për para dhe që kam bërë thirrje dhe publike partive politike opozitare ka qenë mos operimi me gjysmë të vërteta. Duke përdorur gjysmë të vërtetat dhe duke dalur hoqme pastaj, kanë krijuar votë të kundërt. Në vend që të fitonin votë për veten e tyre, kanë dërguar votë në kampin e lëvizjes vetëvendosje. Dhe lëvizja vetëvendosje si mjeshtër në komunikimin publik që është, priste derisa opozita bënte gabime të tilla në mënyrë që ta kapitalizonte në maksimum votën e saj. Dhe vim në rezultatin i cili për herë të tretë konfirmohet brenda një viti e gjys, rezultati i këtij jashtëzakonisht i thellë, sepse prapë sipas këtyre numrave del që lëvizja vetëvendosje mund ta krijojë vetëm qeverinë bashkë me minoritetet jo serbe, nëse dëshiron, pra mund ta ketë qeverinë e njëjtë sikur me tani me qeverinë në detyrë që është. Çështja mbetet e hapur, jashtëzakonisht problem për postin e presidentit, ama opozita është në gjendje kur tani për tani, për shkak të këtyre tri humbjeve, nuk është fort kollaj edhe ta refuzoj ndonjë ofertë nga lëvizja vetëvendosje, por nuk është as në situatën kur lehtësisht mund ta pranojë ofertën nga to, sepse ka një shkallëmim politik tash e 3 herë brenda një viti gjys. Dhe profesor, kur jemi tek pjesa e numrave dhe ulceve që kanë fituar pra partitë politike, me theks veçantë duhet të ndalem tek Lidhja Demokratike e Kosovës, me që së fundmi një farforme një numër ja rrëmbeu vetëvendosje përmes votave të diasporës.